Në fushën e blertë, nuk përballen vetëm 11 futbollistë kundër 11 të tjerëve. Përballen histori, kultura dhe emocione që kanë lënë gjurmë për dekada. Franca dhe Maroku janë dy vende të lidhura ngushtë nga e kaluara, por në futboll çdo ndeshje shkruan një histori të re. Franca është një nga superfuqitë e futbollit botëror, kampione bote dhe Europe. Ajo njihet për akademinë e saj të jashtëzakonshme, talentin e pafund dhe një brez lojtarësh që kanë dominuar arenën ndërkombëtare për shumë vite. Nga ana tjetër, qëndron Maroku, krenaria e futbollit afrikan dhe arab, një komb që ka treguar se me disiplinë, sakrificë dhe besim mund të sfidojë edhe skuadrat më të mëdha të botës. Arritja historike e Marokut kanë frymëzuar miliona tifozë dhe ka ndryshuar mënyrën se si shikohet futbolli afrikan në skenën globale. Lidhja mes Francës dhe Marokut shkon përtej sportit. Miliona qytetarë me origjinë marokane jetojnë në Francë, ndërsa shumë futbollistë kanë lindur ose janë formuar në akademinë franceze përpara se të zgjedhin të përfaqësojnë Marokun. Kjo e bën këtë duel edhe më të veçantë, ku emocionet shpesh ndahen me dy flamoj. Kur arbitri jep sinjale në fillimit, statistikat dhe historia mbeten jashtë fushës. Ajo që vendos fatin e ndeshjes është se karakteri, organizimi dhe dëshira përfitore, çdo pasim, çdo ndërhyrje dhe çdo rast për gol mund të ndryshojë rrjedhën e takimit. Për tifozët, kjo nuk është thjesht një ndeshje futbolli, është një përballje që bashkon kontinente, kultura dhe breza të tërë. Një spektakël ku respektohet kundërshtari, por luftohet deri në sekondën e fundit për lavdi. Franca kundër Marokut është më shumë se një duel sportiv. Është historia që takon të ardhmen, përvoja dhe sfidon ambicien dhe futbolli që vazhdon të bashkojë miliona zemra në mbar botën. Në nivel kombëtar, Franca dhe Maroku janë përballur 7 herë, duke përfshirë ndeshjen e sotme të Kupës së Botës 2026. Ndeshjet në vitin 1988, Francë 2, Marok 1. 1998, Marok 2, Francë 2. 1999, Francë 1, Marok 0. Vitin 2000, Marok 1, Francë 5. 2007, Francë 2, Marok 2. Në 2022, Francë 2, Marok 0, gjysmëfinalja e Kupës së Botës. Pavarësisht historisë së gjatë mes dy vendeve, Franca dhe Maroku janë përballur rrallë në futboll. Para çerek-finales së Kupës së Botës, ato ishin ndeshur vetëm 6 herë, me Francën që nuk ka humbur asnjëherë kundër Marokut.